Përgëzime mori nga të gjithë bashkëlojtarët. Merlin Doko ishte protagonist në fitoren e skuadrës së tij Rubin Kaza ndaj Spartakut të Moskës. Doku golin e parë e gjeti në minutën e 8 duke shënuar me një goditje të fortë. Kurse të dytin sulmuesi kombëtarës shqiptare e realizoi në minutën 28 duke shënuar me kokë. Doku në një lidhje direkte nga Rusia në emisionin Sports Show ka treguar se ja ka dedikuar golat Rejmanajt. Kam raporte shumë të mira me ta, para çdo ndeshje flasim me njëri tjetrin gjithmonë. Edhe u ndjeva shumë keq, u tentova i shkruva dhone edhe tentova me kontaktu me ta, po besoj që ende nuk ka qasje në telefon edhe tash si një lloj përkraje të gola. Ndërkohë Doko për herë të parë ekskluzivisht ka zbuluar që i duhet të i futet një operacioni. Siç duket edhe pak ndeshje edhe duhet me ju nënshtru një lloj operacioni këto për herë parë, po them. Jam duke shty kështu me që thojnë ana me çik zorit. Përmes injeksioneve. Ai ka treguar se për çka bëhet fjalë ky operacion. Bëhet fjalë për një lloj inflamacioni këtu tek pjesa e fundit barkut. Kanon për shkak ngarkesave. Po, ngarkesë. Nga ngarkesat edhe sot sidomos e ka marrë lajmi para ndeshjes, e ka marrë për doktorët që janë habita do doktora që jam konsultuar edhe nëse çysh mundesh me vazhdu ti me lut. Doku edhe në këtë gjendje tha se nuk po e ndalon një gjë si praktikues i fesë së Islamit. Që Zoti që na ka mundsuar jam tu agjëru. Ndryshe, Doko në këndeshje pas që shënoi mori edhe karton të kuq pas 2 të verdhëve.